Legjenda e futbollit shqiptar Rudi Vata mendon se Shqipëria mund të bëjë befasinë edhe ndaj Polonisë në ndeshjen play-off të botrorit që luan të njëjtën në Varshavë. Në një intervistë për Sport News në News 24, Vata ka analizuar shanset që kanë kuqezinë për këtë duel, duke shprehur bindjen se në një ditë të mirë mund të përsëritet surpriza si ndaj Serbisë në kualifikuese. Në bashkëbisedimin me moderatoren Trevisa Tufa, Vata është ndalur dhe te sulmi kombëtares duke theksuar se Silvinho ka 4 emra tek të cilët duhet të bazojë lojën e tij në fazën ofensive. Rudi, pikë së pari, çfarë ndjesie të jep ky moment? Brenda 10 vitesh kemi shkuar 2 herë në Europian, tani jemi në garë me kohë të plotë për një bilet në botror. A është kjo ndeshje më e rëndësishmja në histori? Për tifozët dhe për ne pjesën e futbollit, kjo është një ndeshje madhështore. Jemi për herë të parë kaq afër botrorit, edhe shkalla vështirësisë është e lartë. Është një ndeshje që nuk kemi përvojën e dur për të ditur si menaxhohet situata, duke qenë një kombëtare në rritje, besimi është më i madh. E njëjta pyetje ju drejtuar dhe Lewandowskit. Jo, u shpreh, nuk është ndeshja më e rëndësishme, por është ndeshje që duhet fituar me çdo kusht. A është ky vetmi detaj pozitiv, fakti që presioni nuk është e ne, a jemi në të njëjtën pozitë? Pritshmëritë janë që Polonia të shkojë në finale sepse vetë futbolli polak dhe figura të tilla normalisht janë favoritët kryesor. Presioni është shumë i madh. Pritshmëria polakëve është që Shqipëria nuk do të jetë në nivelin e tyre. Në një ditë të bukur dhe në gjendje të mirë mendoj se mund të bëjmë surprizën. Bëm surprizë ndaj Serbisë dhe kjo mund të jetë befasia e radhës. Kjo është ndeshje masive, shumë e madhe. Kjo është një ndeshje teke, një ndeshje që duhet fituar, Vata. E ndërlikon ky fakt të më shumë këtë transfert. Besoj nuk mund të presim 90 minuta, apo më shumë me shpresën që të mos pësojmë të presim për ndonjë gabim të Polonisë. Me kënd vështrimin tënd, si mendon, si do të luajë Silvinho? Unë mendoj që në aspektin fizik duhet të dalin fitues në 2 luftime. Polakët shuhen për fizikun e tyre. Ne duhet të luajmë me qetësi në 20-25 minutat e para, kur mendoj që ata do të bëjnë presion. Është shumë e rëndësishme për polakët që të tregojnë dhëmbët që në minutat e para. Në të njëjtën tonë ne do të përgjigjemi me agresivitet. Jam i sigurt që më pas ndeshja do të hapet dhe më pas do të kemi mundësitë tona. Rudi, të shqetëson fakti që në këtë grumbullim kemi lojtarë si Broja që vjen me shumë pak minuta në këmbë i sapo rikthyer nga dëmtimi, po ashtu edhe Arber Hoxha, Nedim Bajrami luajnë pak ose as pak, Mana ju dëmtua në fund e tjerë. Sa mund të ndikojnë këto detaje? Ka qenë e rëndësishme për lojtarët që arritën në play-off të fokusohen te gjendja e tyre fizike. Këta lojtarë plus Hysaj dhe Aslani nuk kanë kaluar gjendje të mirë fizike. Me energjinë e re që vjen në skuadër nga Muçi dhe Mehmeti kanë raport të mirë me golin, shpresoj se kjo do të sjellë kompensim të mangësive tona. Pikpyetja më e madhe që kanë tifozët kuqezi është roli i Ernest Muçit në këtë takim. Si mendon Vata? A do të guxojë Silvinho? A do t'i besojë një fanell titullari? Muçi e njeh mirë mentalitetin polak. Ai ka marrë një lloj edukimi në shkollën polake, ka patur një lëvizje të rëndësishme nga Legia te Beshiktashi, ka ruajtur vazhdimsinë, është bërë lider absolut te Trabzonspori, është lojtari më i njohur te kombëtarja. Pse kjo dilemë e madhe rreth Muçit, rolit të tij? Pse duhet të ketë kaq shumë dyshime për lojtarin më në formë që ka aktualisht Shqipëria? Çfarë humbet Silvinho nëse i beson Muçit? Varet nga idet. Ne e dim që Silvinho ka ndryshuar pak në idet e tij. Presioni ka qenë i madh pasi rezultatet e Muçit dhe Mehmetit kanë bërë të pamundur injorimin. Mungesat e Dakut dhe Manait, ata të dy do të thirreshin nëse nuk do të dëmtoheshin. Muçi dhe Mehmeti e njohin mirë zonën e kundërshtarit. Është e rëndësishme që me këta lojtarë të ndërtohet loja ofensive. Sulmi jot ndaj Polonisë, kush do të ishte? Mes Brojës, Uzunit, Muçit dhe Mehmetit mendoj që duhet të ndërtohet sulmi. Silvinho do të bëjë presion poshtë, pasi lart do të ishte vetvrasje. Ekipi ka nevojë të jetë kompakt, të luajë me kundërsulm dhe të tentojmë të dëmtojmë Poloninë. Po të kemi lojtarë me lëvizje dinamike, mund t'i dëmtojmë. Unë dalëm shumë te faza sulmuese, pasi në letër duket sikur është reparti vetëm që mund të ketë ndryshime, por pikë së pari besoj fillimisht duhet të mendojmë si të ndalim Lewandowskin me shok. Do të jetë vështirë kjo, Vata. E pam Levën dhe ndaj Newcastle-it në Champions realizoi dopjet edhe pse 38 vjeç. Sa e vështirë do të jetë kjo pjesë të ndalim Lewandowskin? Për të mbrojtur Levën është e vështirë pasi ka cilësi natyrale që gjendet aty për golin, sado që të mendosh atij duhet vetëm një shans për të shënuar. Është gjatar i sulmit, është lojtar që ka fizik si një 20 vjeçar, vazhdon me të njëjtin ritëm dhe me të njëjtin mentalitet.
Loja do bazohet te leva, aty motivohet dhe grupi pasi është ylli i skuadrës. Nuk ka formulë për të mbuluar levën, duhet të eliminojmë ushqimin që do i jepet atij. Një pyetje që na shoqëron shpesh thuajse gjatë gjithë aventurës. Silvinjo preferon dyshen gjimshiti Ajeti, Ismaili në stol. Mendoj që kjo është dyshja, shpresoj që edhe kumbulla të jetë drejt formës maksimale. Ismaili është guximtar, me Ajetin dhe gjimshitin ka qenë rezultativ Silvinjo, besoj se kjo do të jetë dyshja e qendrës dhe ndaj Polonisë. Më 31 mars, si mendon, do të luajmë një tjetër finale apo thjesht do luajmë një miqësore? Sa shanse kemi për të kaluar Poloninë? Shanset janë pak, shumë të vogla, por edhe 5% të jetë probabiliteti ne duhet të luftojmë për aq. Po të jemi në ditën më të mirë mund t'ja dalim. Duhen bateritë që të jenë të mbushura deri në fund. Në fund dua edhe një koment për Kosovën. Po më 26 mars Dardanët përballen me Slovakinë. Si mendon sa shanse kanë për të kaluar më tej? Unë te Kosova besoj shumë pasi janë në rritje, janë shumë të organizuar dhe kanë balancë të mirë, kanë lojtar golshënues dhe shumë kreativ në krahët e sulmit. Mund të jetë hirushja botrorit pasi kanë kualitet të niveleve të larta.